Kthyer në studio të nderuar shikues, tashmë është koha që ta shohim një material bashkë. Sigurisht do të shohim një vizitë që ka realizuar kolegu jon Ahmet Mahulli në klubin e pensionistëve në Prishtinë, atje ku çdo ditë ka aktivitete të ndryshme duke mbajtur gjallë socializimin tek personat e moshës së shtyr. Atje Ahmeti ka realizuar disa intervista, të cilat ju ftoj që ti ndjekim bashkë. Veteran i arsimit dhe zyrtar i lartë në administratën e Kosovës, në odën ekonomike të Kosovës para më shumë se 50 vitesh, Sali Tahiri, edhe pse 93 vjeçar, çdo ditë pas ecjeve që bën në kryeqytet, vjen në klubin e pensionistëve në Prishtinë. Ai këtu gjen qetësinë dhe kalon ditën me pensionistë të tjerë, ndërsa shton se ka një komunikim të mirë me të gjithë këta duke evokuar kujtime nga e kaluara dhe duke treguar shqetësimet dhe problemet me të cilat ballafaqohen. Bised me kolegët, shokët, edhe lojmë, ma shumë vështroj se sa luj. Unë jam pensionist që 36 vite. Është jetëm përgjësi e që i kam një aktivitet fizik edhe kështu atë për një mental për me rujt shëndetin personal. Për ndryshe kaloj përgjësi kemi disa vende për pensionet, për kalim në kohë është për pensionista. Edhe pse disa lokale e kanë reduktuar për edhe kohë. Kom punu në arsim, po kom punu edhe një kohë gjatë edhe në administratë. Kom punu në odën ekonomike të Kosovës, në ish këshillin e këtë të Kosovës. Pastaj në 90 që në kanë largu nga puna, për 90 që jam, në thonë, rrugaq në kuptimin pozitiv, jo negativ. Tahiri shton se jeta e një pensionisti në Kosovë shpeshherë paraqitet me vështirësi, pasi që pensionet që marrin nuk mjaftojnë për të kaluar muajin. Ai gjithashtu thot se po të mos ishte ndihma e fëmijëve të cilët janë në punë, vështirë se do t'ja delnin për shkak të rritjes së kostos së jetesës. Vështirë. Spare materialisht jem dobët. Me mërët një kohë pa pensione, ne, sidomos ne pensionistët e vjetër, fondin e pensionistëve e ka grabit Serbia, pastaj të Kosova ka fillua mas luftë me dhënë disa pensione, për nga buxheti. E këto janë minimale. Na mirë me thonë, këto janë ndihma sociale se sa pensionistë. Kemi edhe për krahje nga fëmijët. Për ndryshe nuk mundja dhe. Profesori i fizikës dhe ekonomisë Hajrush Emini thot se këtu punohet deri në orën 19. Madje Emini deklaron se fal atmosferës së mirë ndërmjet tyre, pensionistët mblidhen këtu edhe të shtunën dhe të dielën. Këtu jemi shumë harmoni, kur nuk ka thymje për lëmjen mes veti. Me qenë partit politike që jemi na pensionistat, mot ishme bashku me Shqipninë. Na jemi krejt unekimi, kaloj mirë, nuk përlomi, nuk s'ka thyrje, s'ka ofendime, me orte pensionistat me nejt, edhe me pa një ditë gjithë ditë nuk përdoret i fjallin dytë, ofendime, me krahasu me parlamentin. Emini thot se kur kthehet në shtëpi, ai personalisht ushtron nipërit dhe mbesat në matematik dhe fizik, ndërsa kur vjen këtu gjen mirë kuptim ndërmjet pensionistëve, por edhe për krahjen nga kryetarja e kësaj shoqate. Pensionist që s'ka çka puna. Unë për veti kam çka punoj se kom nipat e mesat, e ju shtroj vet matematike, fizike, kimi, ju shtroj vet, i kam lënë të mia, edhe lënë ekonomike, po ka pensionist që nuk ka punë, për jetën kohën e kalojnë çto. Të në lokalet pensionistave. I kanë kushtet, për pensionista janë kushtet e mira, nuk i ka asnjë komunë si kur këta. E kanë sallën këtu, dohoni nuk pihet, lujnë shah, në këton është salla ku lujnë domino, letra, lujnë, këtu i kemi atë dhomën e grave,
për grajën veç, fati ka dasht që në kohën e fundit, tash pisi ka orë kjo kryetarja femër, një grua shumë nivel, shpesh herë nga qënë shëtitje, pa pare, hanë drek, donacionet ndryshme japin, nuk ishtin gjep, është jashtëzakonisht korrekte. Shkojmë Shqipni, Malire kemi se këto, verës shkojnë Shqipni, Malirë që gjithë kone kanë Malirë. Gjithë njerëzit e kanë kërku pleshërit, e kërkojnë gjithë, po kërkosh s'pedan. Po pse kemi kërku? Kom thonë inshallah, mëri i martej fëmin. Inshallah bëj një pa mesa. Kemi mendu që me rrit fëmija, më martu fëmija, më bo një pa të mesat, na me me që aty kemi i konë, nuk ka. E kur për plakët, pse o plaka? Po ti vetë ke kërku. Unë për shambull e kom një stërmes edhe një stërnip. Djallit qikës teme, unë e kom rrit. E ta shumë duke të ti, me qenë i knaqën që jënë plakë. Edhe lusë zotin që vdekit tjenë gjitha me radhë. Në këto lokale, thonë pensionistet, kushtet janë të mira dhe ka hapësirë të mjaftueshme edhe për aktivitetet të tjera. Këto qëndrimin ditor na i bën më të lehtë, kemi do trajnime, kanë herë jeta kemi pas jeta pensionistë, mas pensionimit, po aktivitet është që ky sport. Shahu, letrat, se s'kem që ka bojnë pensionistë atjetër, nësë ndalmi me lujtë futbol tash, po që kjo është sport. Këtu jemi në harmoninë me zveti, kaloj mirë, pensionet nuk janë që shdohet, po janë në krahasim me pagat maksimale në të kaluarën, edhe pensionin minimal, që ka qenë për shembull 1,32, tash paga maksimale, paga më e lartë është 1,17-18, nuk është më 1,32. E kjo është o zbut, mirë po vështirë është me kërku jep më të lirë, çmime më të lira, kur me 1000 hektar tokë në dur private, jënë marë falë, s'pënohet, ta t'jem s'paguhet, se punon kërkush tokën. E tash pa punu nuk ka, pensionista që jetoj vetëm me pensionin e vetë. Si cili ka djalin, rijen, vajzen, nipat kanë mërinj. Nuk besoj, në nuk di këtu një pensionist që jetan vetëm me pension. Nuk di, nuk e një fasja. Si cili ka, dikush që i ndimar. Pensionisti tjetër Bajram Maloku, po ashtu mësimdhënës, thot se në këtë klub kalon shumë mirë duke luajtur shah dhe lojrat të tjera, si dhe duke rrëfyer përjetimet e viteve të shkuara. 43 vjetë ku punua në arsim, drejt në arsim. Në Prishtinë? Shia komunist në vendlindje, në Vushtrë, në Mitrovic, në Prishtinë. Ku punua veç mas shumë të ku punua në shkollë teknike edhe në gjinaz. Pushimi është i nevojshëm. Pensioni, ai duhet me qeni lumtur që ka prit pensionin. Mborët, ai qysh e menaxhon kohën, qysh e kalon. Nëse qëndron vetëm i mbyllur e smerës me një aktivitet, dita është thuj 100 vjetë. Une, i falenderoj Zotit për shëndetin, që ona herët e shfrytëzoj kohën, dalë shëtiti, eci, merrna me aktivitete, vjen këtu në klub, e kaloj kohën me shok, dita është shumë e shkurtë. Edhe nuk e kam atë brengë që jam pensionist. Shumë mirë vimi ka ora 12, i kemi një grup shokësh, dalim lujmi shah, si të lodhëm pak, shkojmi në hyfter, në kafe, pimi kafe, bisedojmi e kalojmë kohën, si e ma mirë. Maloku ankohet për ligjin që specifikon se kur duhet të gëzojnë pensionimin edhe procedurat që duhet ndjekur me rastin e paraqitjes në përzyrat që duhet të dëshmojnë se janë gjallë në mënyrë që të kenë të drejtën e vazhdimit të marrjes së pensionit. Pa e mush 15 vite kontribut dhënës, nuk e merr pensionin e plotë. Ka qenë 120, tash u bon 150. Pa ka mundësia i leq pe Perëndis nuk kam rri për me ndryshue. Ka raste që për një orë ditë nuk e ka rrit. Qatë mosh, qato vitet e shërbimit edhe nuk i takojnë ma shumë se 150 euro. Me shku në zyre për mu paraqit me vazhdu kartonin.
Edhe ka disa janë me smundje kronike, nuk munden me shku atje. Duhet me I morë që ashtu të smut me karroca, me vetur, me I qua atje me dëshmu si njëri është gjallë. I maltretojnë ata. Ajo në rregull nuk është. Miki I kalon. Edhe, por shemull ka harru me vazhdu kartonin, për të keme me pagu me dënim. Për të kaluar ditën dhe për të shkëmbyer biseda me pensionistët kishte ardhur edhe Hakif Krasniqi. Krasniqi thot se megjithse është vend që bën të ndjehet mirë për moshën që ka, ankohet në institucionet që përkundër faktit që ka punuar 4 dekada, pensioni prej 240 eurosh nuk mjafton. Për me thonë drejten qysh jena konë për pare, qysh jena që thash me si qah për hupën pa kohë, se nërsh nuk po mujna me hupën. Po lujna, po shkojna për shpije, edhe kur gjë parë s'pa marrën, kur gjë s'pa marrën, veç me hupë pa kohë. Tetër sen gjonë dy atë lojë, ka një herë për në jepi do kikle që thash, kush I ka bo men, kush I ka qitën, nuk e dina, që ato kikle për në jepin, që ato për morën edhe me që ato ka përsim ditën. Sa I përket pensione, si pensione, kena pënu 43-4 vjetë në elektron, për mërë 240 morë është për zotit. Tënë në shtetet e botës, morën pensionet e mira, këtu na qashtu o metën, kom përnu 43 vjetë për mërë 240. Drejten me thonën, pa I medal, duhet medal veç, ma shumë për marrë hoa, dhe për marrë rogën, qashtu se nërës për medalë, 240, ku a rryma, ku a bërlogi, ku a rryma, të na ondë, s'pëm jetë asë dinar për qipjet. Kur ma kesh punë, pensioneri, se që tash nuk I ka pasën. A në nashë nëmë, për morëm 240, po dikush I me 150. Se ata në kohët të lutës që ta I patën qitën, I patën 110 I marshë, 120, e jashtu në 30, për mërë 150, asë në delë, kur gjosh, veç me thonën pensionerë. Në këta hapësirë pensionistët gjejnë shoqëri, aktivitet edhe një vend ku mund të kalojnë ditën larg vetmisë, por përballja e tyre e përditshme nuk përfundon këtu. Pjesa më e madhe e sfidave lidhen me kostën e lartë të jetesës, pensionet minimale dhe procedurat që shpesh vështirësojnë edhe më shumë situatën e tyre. Përkundër përpjekjeve për të mbajtur rutinë aktive dhe të shëndetshme, të moshuarit thonë se mbështetja institucionale mungon dhe se kërkesat e tyre vazhdojnë të mbeten të paadresuara. Ata shpresojnë që situata e tyre të marrë vëmendjen e duhur në mënyrë që të kenë një pleqëri më të sigurt edhe më të dinjitetshme.